Qa ka thonë Zoti bëhet, po ti nuk e din çka ka thonë Zoti. Ti nuk e din çka ka vendosur Zoti me bëhet, ti se din caktimin e Allahut, andaj 100 palë men do të më pas kur të ulesh në timan edhe kur dilsh në trafik. Është jeta ime dhe unë bëj me to çka dush. Çka du. E po çka i bën ti pikëllimit edhe mërzisë, edhe shqetësimit që shkakton prindërve tu, e familjarëve tu, e atyne që dojnë, e atyne që brengosën për ty. Kush e bardh këtë përgjegjësi? Dhe njeriu kur të ulet në timan do të shumë gjona me i mendu, prap po e pranoj se është e vërtet e pamohueshme, çka ka thonë Zoti bëhet, po ti nuk e din çka ka thonë Zoti. Ti nuk e din çka ka vendosur Zoti me bëhet, ti se din caktimin e Allahut, andaj 100 palë men do të më pas kur të ulesh në timan edhe kur dilsh në trafik. Si cili do pjesëmarrës në trafik, qofsh kamësor, ose biciklist, ose motorist, ose ngasës i veturës, ose çka do qoftë. Për arsye se janë gjona të cilat për një mend një çast i pakujdesisë mund të më shkaktu pasoja shumë të mëdha, edhe ato pastaj mund të vuhen gjithë jetën. Funit nashta pak e vrasht edhe e ran me e thonë, po nëse ti je sebepi i asaj edhe e ke humbë ti jetën, është humbje për ty edhe për familjen tonë, veç para mendot ti me u bë sebeb edhe shkaktari i aksidentit e me humbë jetën dikush tjetër për ty. Çajo ndjenje e përgjegjësisë edhe e keqardhjes, ton jetën ka me të shoqëru edhe ty edhe familjen tonë. Andaj para se më unis është mirë se cilit me mujt me ja qit, domethënë si të ndez makinën, me ja qit domethënë dikon në atë instrument tabelën ose dikon me thonë ku jetu shku dikon a ke dalë më myt. Unë vetë nga njëherë e them kur isha disa pjesëmarrës të pakujdesshëm në trafik, them subhanallahu, e sheh sa të pakujdesshëm, si kur me pas dalë me bo vetvrasje, s'del kërkosh me bo vetvrasje me makinë. Mirë, po aq dominon pakujdesia sa që është problem me gjetë një troh mirë kuptim për ata njerëz dhe me thonë, ndoshta e ka një arsye që po nxitan. Nëse kthehemi te nxitimi dhe shpejtësia, prap do të me thonë se pse e rriti shpejtësinë, absolutisht nuk e ketë garantuar se kemi mri më herët.